Hasmëria, një plagë e vjetër kjo e shoqërisë shqiptare, dyshohet se është shkaku i vdekjes së biznesmenit 40 vjeçar nga Selita, i cili mbeti i vrarë me 3 tol në makinën e tij. Ngjarja ndodhi rreth orës 17 të sejntës para bashkisë së Vorrës, në momentin kur 40 vjeçari Baki Xhabafti hipi në makinën e tij e më pas kjo e fundit shpërtheu. Pista kryesore e timit dyshohet një konflikt i hershëm hasmërie me një familje në Selit. Bëhet fjalë për konfliktet mes familjeve Xhabafti dhe Ymeri të nisura që në vitin 1995 dhe që nga ajo kohë, si pasojë e konfliktit janë shënuar 10 të vrarë. Baki Xhabaftit janë vrarë 4 të afërm, ndërsa familjes Ymeri janë vrarë 5 persona. Viktima është i afërmi Shkëlqim Xhabaftit, një ndër personat me precedent të rënd kriminal, i vrarë në vitin 97 në kryeqytet. Ndërkaq, pistat e tjera e hetimit sipas burimeve nga policia janë një konflikt i hershëm pronësiesi dhe probleme të mbartura nga jashtë vendit. Forcat e policisë të mbërritura menjëherë në vendin e ngjarjes kanë dhënë detaje ku shpërthimi në automjetin me targa AA 154Z nuk është bërë shumë larg nga vendodhja e automjetit, ndërsa sasia e eksplozivit e llojit C4 të vendosur në të mendohet të jetë e madhe për shkak se mjeti është shkatruar plotësisht në disa pjesë. Baki Xhabafti, 40 vjeç, banues në Selit të Tiranës, ishte pronari i 2 pikave të shitjes së pjesëve të këmbimit, njëra prej të cilave në Vorë. Ky ishte edhe shkaku për të cilën viktima ndodhej në Vorë në ato momente. Gjatë orëve të vonat e ditës së enjte, ministri i Brendshëm Saimir Tahiri është takuar me drejtuesit e lartë të policisë së shtetit dhe policisë së Tiranës. Takimi është zhvilluar në ambientet e drejtorisë së përgjithshme të policisë. Mendohet se temat kryesore të takimit ka qenë ngjarja e ndodhur gjatë ditëve të fundit në vend, kryesisht në kryeqytet, ku vetëm gjatë 2 ditëve të fundit ka ndodhur 2 shpërthime me eksploziv, duke i marrë jetën një personi dhe duke lënë të plagosur 3 të tjerë.